Po vazhdojmë me shpalljen e aktgjykimit. Kryetari i trupit gjykues nga Dhënjemarrnit. Së bashku me anëtarët e trupit gjykues, gjyqtarët Prosnes, Arben Hoti dhe Lutfi Shala, në çështjen penale ndaj të akuzuarit Qaslav Jolliç, sipas aktakuzës së Prokurisë Speciale të Republikës Kosovës, me numrin dorë 42/2022, të datës 18 nëntor 2022, i cili akuzohet për veprën penale krimi lufte kundër popullsisë civile nga neni 142, lidhur me nenin 22 sipas ligjit që ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale. Pas seancës për shëllim dhe votim, trupi gjykues ka vlerësuar që nuk nevojitet që përsëri të hapet shqyrtimi gjyqësor për plotësimin e procedurës ose për sqarimin e ndonjë çështje konkrete, andaj në emër të popullit merr dhe shpall këtë aktgjykim. Të akuzuarin Qaslav Jolliç me të dhënat personale si në proceduralin e shqyrtimit gjyqësor, kjo gjykatë e gjen fajtor për pikën A të përshkrimit faktik të aktakuzës, respektivisht për veprën penale krimi lufte kundër popullsisë civile nga neni 142 lidhur me nenin 22 sipas ligjit që ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale, andaj të njëjtin e gjykon për veprën penale krim lufte kundër popullsisë civile nga neni 142 lidhur me nenin 22 të ligjit në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale, si në pikën A të përshkrimit faktik të dispozitivit aktakuzës, dhe të njëjtin për këto veprime e gjykon me dënim me burgim në kozgjatje prej 5 vite e 6 muaj burgim, ku koha e kaluar nën masën e paraburgimit i llogaritet në dënimin e shqiptuar. Lidhur me pikat B dhe C të përshkrimit faktik, kjo gjykatë ka gjetur se nuk është vërtetuar se i akuzuari Qaslav Jolliç ka kryer ato veprime. Gjykata, me akvendim të posaçëm të akuzuarit Qaslav Jolliç, i vazhdon masën e paraburgimit derisa aktgjykimi të marrë formën e prerë, por jo më shumë se koha e dënimit shqyrtuar në aktgjykim. Obligohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve të procedurës të paguajë pashollin gjyqësor në shumë prej 200 eurove, ndërsa për programin për kompenzimin e viktimave të krimit shumën prej 100 euro. Të gjitha këto në afat për prest 15 ditësh nga dita e plotësueshmërisë së këtij aktgjykimi. Të dëmtuarit Zef Malsia, Naim Ferati dhe Nexhmedin Curaj, lidhur me kërkesën pasurore juridike të njëjtit udhëzohen në kontekst të rregullt juridiko-civil. Lidhur me vlerësimin e trupit gjykues, sa i përket pikave të përshkrimit faktik dhe gjetjeve të trupit gjykues, një vlerësim më i detajuar do të jepet në aktgjykimin me shkrim i cili do të përpilohet në afatet e caktuar ligjore. Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat për 30 ditësh nga dita e marrjes së të njëjtit Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë përmes kësaj gjykate. Ky është vendimi i gjykatës.